Do ta mbyllim programin duke folur dhe duke u ndalur te një nga sektorët më të rëndësishëm siç është ai bujqësisë, por në një tematikë e cila besoj është shumë utilitare, sidomos për ata të cilët na dëgjojnë edhe që ndoshta jetojnë në fshat. Fermerët, tashmë është mbyllur skema e mbështetjes financiare, duket se këtë vit ka patur le të themi edhe më shumë kërkesa për të marrë ndihmë dhe kjo tregon që shumë prej atyre të cilët jetojnë në fshat tashmë duket se duan të investojnë. Është dhe një nga sektorët që ka patur le të themi rëndësi të veçantë sepse i përket edhe vëmendjes që ka Bashkimi Evropian dhe na intereson se takon procesit të antarësimit. Do ndalemi mëngjesin e sotëm me shumë kënaqësi të flasim me zëvendës ministrin e bujqësisë Fatmir Guri, i cili na është bashkuar. Faleminderit shumë që jeni këtu, është kënaqësi. Faleminderit për ftesën. Duket që është një nga skemat që le të themi gjithmonë më shumë e tërheq vëmendjen e fermerëve sepse duket se dhe ata vetë duan të qëndrojnë në fshat, mos largohen siç ndoshta pretendohej pak kohë më parë. Qëndron ky konstatim si është dukur, të paktën nga bilanci që ju keni bërë tashmë që edhe është mbyllur prej, në mos gaboj, 2 javësh. Në datë 6 korrik është mbyllur skema, e cila në të vërtet pati një qasje shumë pozitive nga ana e fermerëve. Neve flasim për një nivel aplikimesh i cili është prej 7.2 miliard lekësh, një shifër e cila është absolutisht rekord e pa arritur më përpara. Kjo tregon nga njëra anë që ekziston tani më një besim dhe një marrëdhënie e konsoliduar midis fermerëve dhe skemës mbështetëse. Ata e dinë që në momentin kur aplikojnë në fund të procesit do të kenë përfitimin e tyre dhe nga ana tjetër tregon faktin që megjithëse skema këtë vit pati ndryshime të rëndësishme për t'ju afruar filozofisë antarësimit në Bashkimin Evropian, përsëri ajo u përthith në mënyrë shumë pozitive nga ana e fermerëve. Në gjithë dhe ju thoni 7.2 miliard lek aplikime në total, dhe kur vjen puna tek një shembull i konkret që mund t'japim për një fermer, le të themi mesatar, si është përndar, për çfarë kanë aplikuar ata kryesisht? Okej, mbetet blegtoria fusha kryesore e aplikimeve. Neve flasim për rreth 4.5 miliard fonde të kërkuar në blegtori ose 21.000 aplikime vetëm në sektorin blegtoral. Shumë pozitivisht ka funksionuar edhe skema e e kemi quajtur ne skema e bujqësisë që është shpërblimi ose fondi i palidhur me prodhimin 100 euro për hektar për sipërfaqe mbi 3 hektar. Ka të kaluar pritshmëritë tona për sa i përket numrit të aplikimeve në rreth 20.000 aplikime ose në një fond prej 2 miliard lekësh të kërkuar, që janë 2 prej elementëve kryesor, por unë do të qëndroja edhe tek një element i rëndësishëm që janë investimet dhe në mënyrë të veçantë tek investimet për teknologji të vogël, pra për ato nevoja që fermerët kanë në aktivitetin e tyre të përditshëm, por edhe tek teknologjia ose investimet tek fermerët e rinj, të cilët mbetet një skemë që është pritur shumë mirë, një masë e cila është pritur shumë mirë këtë vit dhe neve shumë të kënaqur për këtë fakt, sepse na ndihmon neve që të fillojmë rigjenerimin dhe ndryshimin gjeneracional në bujqësi. Këto 100 euro për hektar, mbi 3 hektare, kanë stimuluar prodhimin, kanë futur në treg fermerët të rinj, të cilët ndoshta nuk kanë qenë përpara? E vërteta është që në momentin kur neve hartojmë skema, neve kemi pritshmëritë për sa i përket numrit të aplikimeve. Nisur nga aplikimet e viteve të kaluar, nisur nga karakteristikat dhe informacionet që neve kemi për sa i përket strukturave të bujqësore. Dhe neve pritnim një numër aplikimesh i cili do t'ishte shumë i ulët se kaq. Fakti që neve kemi një numër më të lartë tregon që fermerët kanë filluar konsolidimin e tokës për t'u bashkuar në sipërfaqe 3 hektar. Që sigurisht neve nuk mund të besojmë që sot ata punojnë bashkë të 3 hektarët, por ama është një hap i parë për të shkuar drejt një konsolidimit fermës, që është një prej sfidave kryesore që ka bujqësia shqiptare. Dhe ndalemi pak më gjerësisht te kjo, se patjetër kur flasim edhe në kuadrin e shifrave, ajo që lind si pyetje është e mjaftueshme për të përballuar se ka patur edhe një rritje të kostove të prodhimit. Paktën ne edhe në Vision Plus vazhdimisht kemi qenë pranë fermerëve nëpërmjet kronikave tona dhe zëri i tyre thot që shpesh herë është e vështirë që të investohen sepse ka patur një rritje të kostove në të gjitha drejtimet dhe sektorët që bujqësia përfshin.
Skema e mbështetjes nuk është instrumenti i vetëm që qeveria shqiptare ka vënë në dispozicion të fermerëve. Një prej instrumenteve të rëndësishëm i cili i drejtohet në mënyrë thelbësore kostove të rritura të prodhimit është edhe rimbursimi i faturave të shitjes në nivelin 10%. Dhe ky është një instrument i cili futet këtë vit për herë të parë dhe i cili nga njëra anë ndihmon në të themi krimin e një zinxhiri formal midis prodhuesit, grumbulluesit, përpunuesit deri tek konsumatori final, por nga ana tjetër edhe i mundson fermerëve që për të gjithë faturat e tyre, të cilat ata i kanë në dispozicion duke i dorëzuar tek organet e tatimeve, ata të marrin mbrapsht 10% të shumës në llogarinë e tyre bankare. Sigurisht edhe ky instrument është pritur shumë mirë. Shifrat tregojnë se niveli i shitjeve me fatura ka patur një rritje të konsiderueshme në 6 muajin e parë të vitit 2026, pikërisht si pasojë e faktit që fermerët në fund të procesit do të përfitojnë 10% të faturës tyre të shitjes, pra të vlerës së faturës tyre të shitjes. Pra, dhe kjo është një instrument nxitës gjithashtu nga njëra anë për të rritur nivelin e të ardhurave, por nga ana tjetër edhe për të ulur kostot e prodhimit në kushtet kur instrumentat e ndërhyrjes në terma të kostove të prodhimit janë relativisht të kufizuara. Dhe nëse do të ndaleshim pak tek procesi i aplikimit dhe më pas për dalë se si do t'i përfitojnë ata të ardhurat, çfarë duhet të bëjnë, ka pasur probleme kjo periudhë pra për të njohur me programin, me projektin për të aplikuar dhe për dalë tek pika që si do t'i marrin tashmë ata pikërisht ata të ardhurat që kanë aplikuar. Atëherë, në të gjithë procesin, Ministria e Bujqësisë së bashku me AZHBR-n kanë vendosur më shumë se 60 njësi, zyra në të gjithë Shqipërinë ku fermerët mund të shkonin dhe të bënin aplikimin. Ky është një proces i vazhdueshëm në të cilën më shumë se 150 poste pune kanë qenë në dispozicion të tyre, por gjatë gjithë procesit ekspert të ministrisë, specialist kanë ndihmuar fermerët për plotësimin e skemës së tyre. Cilat janë kriteret që i është dashur që të plotsojnë? Kriteret janë të ndryshme dhe varen nga masat. Për shembull, dua të them që për të gjithë skemat direkte prej vitesh tashmë aplikimi bëhet vetëm online dhe kjo e thjeshtëson punën, por nga ana tjetër në disa raste ka nevojë për një asistencë dhe neve kemi ofruar gjithmonë asistencën për ata të cilët e kanë kërkuar. Për gjatë gjithë periudhës aplikimeve unë kam qenë në terren në qarkun e Tiranës, në Dibër, në Durrës e tjerë dhe kam parë realisht interesimin e fermerëve, por edhe bashkëpunimin e tyre me specialistët të cilët i ndihmonin në procesin e aplikimit. Sepse e rëndësishme nuk është vetëm të aplikosh, por aplikimi të shkojë deri në fund të jetës. Po sa transparent është procedura dhe shpallja e fituesve në këtë skemë? Neve kemi filluar që tani që të shikojmë në nivel paraprak aplikimet në një periudhë 3 javore do të shpallet lista paraprake e fermerëve, e cila pastaj duke qenë se është një listë paraprake do të ketë edhe mundësinë që fermerët të cilët mendojnë që diçka nuk ka shkuar mirë në aplikimin e tyre të kenë mundësinë që të dorëzojnë ndonjë dokument shtesë me qëllim që procesi të mbyllet dhe pastaj do të jetë lista përfundimtare e aplikimit. Sigurisht që procesi është i hapur dhe është transparent, është digital i tërik, duke bërë të më të lehtë dhe më të themi më transparent të gjithë procesin e përfitimit. Sa është predispozitat për fermerët e vegjël që të përfitojnë nga këto skema përballë agrobizneseve të mëdha, apo fermerëve të cilët le të themi kanë edhe më shumë mbjellje, kanë nga ana tjetër po ashtu edhe në sektorin e blegtorisë më shumë fuqi. Si funksionon? Unë nuk do shija diferenca të mëdha midis fermerëve të vegjël dhe fermerëve të mëdhenj.
këtë vit për shembull në blegtori, duke patur parasysh që është një sektor që mbetet një sektor sfidues në bujqësinë shqiptare. Neve kemi, pra Ministria e Bujqësisë ka ulur pragjet minimale të aplikimit, duke i hapur rrugë fermerëve më të vegjël, të cilët më përpara nuk mund të aplikonin. Pikërisht sepse në vitet në vijim, strategjia dhe filozofia e skemës së mbështetjes kombëtare do të ketë pak ndryshime thelbësore, por ama ajo që do të mbetet në vazhdim në funksion të fondit të mbështetjes, do të jetë hapja gjithmonë më shumë drejt fermerëve të vegjël, derisa mbështetja të jetë një mbështetje që përfshin të gjithë sektorin. Dhe për të aprofunduar atë që nisëm thonin pak më parë, cili është hapi i fundit pra konkret që duhet bëjë një fermer që ka aplikuar për të pasur tashmë shumën e përfituar në llogarinë e tij? Fermeri do të presë në momentin kur do të shpallet lista paraprake, do të jetë lista finale, ka shumë mundësi që ekspert AZBR-s të shkojnë për verifikimin për të kuptuar nëse aplikimi është i saktë apo jo. I kërkojmë fermerëve që të bashkëpunojnë me ta me qëllim që procesi të eci sa më shpejt dhe pastaj nëse gjithçka është në rregull, fermerit i kalojnë parat në llogarinë e tyre bankare. Nëse cilin prej aplikimeve? Jo, vetëm atje ku ka vend për është një zgjidhet një nivel të themi kontrolli në bazë të riskut, në të cilin një numër i caktuar të themi aplikimesh në mënyrë punktuale në zonat të caktuar kontrollohen për të verifikuar. Po në rastet që një fermeri i anullohet, pra nuk i pranohet, i refuzohet, më saktë do të ishte fjala e dur, aplikimi që ka bërë për skemën mbështetëse, sa e ka mundësinë ai për ta përpiluar, rregulluar atë dosjen që i duhet për të patur mundësinë për të përfituar, apo do duhet të presi vitin tjetër për skemën e radhës? Kjo varet për sa i përket të themi parregullësisë që ekziston. Në qoftë se parregullësitë janë të tilla që fermeri në këtë periudhë midis të themi listës paraprake dhe listës finale nuk mund që të sjellë dokumenta shtesë për të verifikuar situatën e tij, normalisht ai duhet presi vitin pasardhës. Por përgjithsisht ajo që ndodh është që në momentet kur diçka mungon në dosje e tjerë, pikërisht i lehet një periudhë kohe që dosja të plotësohet dhe ai të jetë fitues. Objektivi i Ministrisë së Bujqësisë, por dhe i qeverisë shqiptare, nuk është që fermerët të penalizohen. Objektivi është që duke plotësuar kushtet, të gjithë fermerët të përfitojnë të themi mbështetjen e tyre, sepse në fund fare këto fonde nuk janë të qeverisë shqiptare ose nuk janë të themi autoriteteve, por janë fonde të cilët duhet të shkojnë tek fermerët dhe duhet të shpërndahen, sigurisht duke zbatuar kushtet të cilat janë vënë për të shpallur fituesit që të themi procesi të jetë i drejtë dhe të jetë i qartë për të gjithë dhe transparent. Dhe çfarë impakti pritet që të ketë gjithë kjo skem kombëtare në sektorin e bujqësisë? Cilat janë pritshmëritë tuaja? Kjo skem duhet të ndajmë. Skema përbëhet nga dy pjesë të rëndësishme. Pjesa e parë e skemës është ajo që neve i quajmë skema direkte ose mbështetjes direkte, e cila synon që të stabilizojë nivelin e të ardhurave në nivel ferme. Pra, është ajo e cila të themi krijon një qëndrueshmëri ekonomike për sa i përket të ardhurave në nivel ferme. Ndërsa e dyta është, dhe që folëm pak, është grupi i masave të cilat merren me investimet. Këto janë shumë të rëndësishme, sepse janë këto të cilat sjellin përmirësim të kapaciteteve prodhuese, rritje të kapaciteteve prodhuese. Këtë vit ne kemi pasur 3 masa për investime me skemën e vitit 2026, të cilat ishin për stanet, pra për rritjen ose për përmirësimin e kushteve të jetesës dhe të punës në stane, sigurisht në qasjen e atij objektivi që u thash, blegtoria i cili mbetet sfidues, sidomos në zonat kodrinore dhe malore. Elementi i dytë ka qenë për teknologjitë ose për mekanikën e vogël e cila lehtëson
punën e fermerëve në procesin e tyre të prodhimit, dhe treta që unë dua të ndaloj dhe që ka patur një qasje shumë pozitive, rreth 300 aplikime ka qenë ajo për të rinjt. Pra, fermerë të rinj, të cilët duan të bëjnë investime në fermat e tyre dhe në të cilat rreth 70% falni të investimit mbulohet me grant nga buxheti i shtetit. Pikërisht, këto janë instrumentat të cilin rrisin bujqësinë shqiptare, të cilët rrisin kapacitetet prodhuese. Sigurisht, shumë pozitive dhe fakti i bashkimit të fermave në ferma 3 hektar ose më shumë se 3 hektar për të krijuar një frymë e cila është e vetmja ose të themi fryma ku neve duhet të drejtohemi për një bujqësi më konkurruese krahasuar me partnerët tonë rajonal, por mbi të gjitha me tregun e Bashkimit Evropian. Para se ta mbyllim, duke qenë se kemi edhe këto minutat e fundit, lejoni një pyetje që lidhet pak me mungesën e tregut apo edhe problematikat që krijohen me eksportin e shitjeve, që janë, le të themi, dy më të rëndësishme që shpesh herë vjen në duke, sidomos tani që jemi edhe në sezonin veror dhe jemi në kulmin e prodhimit të disa produkteve. Si është situata në gjykimin tuaj? Duhet të themi që në kryet e herës që situata klimatike gjatë muajve dhjetor, janar, shkurt ka qenë e vështirë. Të gjithë e dim, kemi patur ngrica në dhjetor, kemi patur përmbytje në janar dhe shkurt, pra këto e kanë të themi vonuar pak procesin e prodhimit të hershëm, i cili është të themi element jonë më i fort përsa i përket eksporteve. Por me gjitha të, shifrat tregojnë që jo vetëm neve kemi te kaluar këtë vështirësi, por në një pjesë të rëndësishme të kulturave bujqësore, neve jemi me shifra pozitive. Kështu, po lexoj, eksportet në 6 muajin e parë kapin rreth 31.5 miliard lek. Dhe ka një rritje prej 3.3% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti të shkuar, ku sigurisht pjesën më të rëndësishme e kanë perimet, por dhe pjesa e frutave mbetet e rëndësishme. Sigurisht që tregu mbetet një problematik e rëndësishme, një sfidë për fermerët, por ajo që është më rëndësishme është se pak nga pak ose është e rëndësishme që ne të punojmë në zgjatjen e periudhës së shitjes së produktit. Në qoftë se një produkt, sado cilësor që tjetë ai, del i gjithi në të njëjtin moment në treg, sigurisht që vështirësitë ose sfidat për çmimet të larta mbeten aty, mbeten të rëndësishme. Pikërisht, bashkëpunimi me njësitë e grumbullimit, me njësitë e ruajtjes së produkteve, do ta bëjnë që kozgjatja e shitjes së produktit të rritet, duke përfituar çmime më të rëndësishme, më konkurruese, më të larta, më interesante. Ishte kënaqësi t'ju kishim, sigurisht që do të kishim shumë dëshirë ta zgjeronim ende më shumë se intervistë, por jemi pothuajse në minutat e fundit, kanë dalë titra që na mbetet t'ju urojmë vetëm suksese në punën tuaj, të kemi një prodhim sa më të mbar edhe për sezonin veror, duke qenë se i dim të gjithë tashmë problematikat, por gjithmonë fal ndoshta edhe skemës kombëtare, presim që të ketë përmirësim në vazhdim. Faleminderit shumë që ishit me ne. Faleminderit ju që kujdeseni për bujqësinë. Është kënaqësi gjithmonë. Ne kemi ardhur në fund programit, ju falenderojmë edhe juve që qëndruat me ne në këtë tematikë që siç e thash në nisje të saj, besoj që është utilitare në mënyrë që edhe ju të merrni sa më shumë informacion, sidomos nëse keni interes në këtë drejtim dhe duke qenë se edhe fokusi shpeshherë shkon edhe tek të rinjt në sektorin e bujqësisë. Ju urojmë një fundjavë sa më të bukur, bashkë ritakohemi të hënën. Do të jetë një fundjavë e bukur dhe nxehtë, kështu që bëni kujdes në oraret e pikut, shihemi të hënën.